Të gjithë kemi gjëra që nuk duam t'i ndajmë me të tjerët. Jo sepse është e palishme, por thjesht sepse është private. Çfarë mendoni se është private? Ndoshta ju njihni shumë njerëz. Andani pak gjëra me disa prej tyre, apo u tregoni çdo gjë të gjithëve. Disa shpërndajnë pak gjëra, disa më shumë. Të dyja janë veprime të rregullta. E njëjta gjë ndodh edhe në internet. Imagjinoni të gjithë informacionin, fotot që njerëzit shpërndajnë në internet. Ndoshta jeni intervistuar nga gazeta lokale dhe lajmi publikohet online. Nëse jeni antar i një ekipi sportiv, gazeta mund të ketë publikuar fotot e tua në faqet e saj. Apo nëse mamaja juaj ka një blog, ajo mund të ketë publikuar shumë foto të tuat. Çfarë doni realisht që të tjerët të dinë rreth jush? Organizata e Kombeve të Bashkuara deklaron se të gjithë fëmijët kanë të drejtën e privatësisë. Sa më i madh të jesh, aq më shumë mendimi yt duhet të merret parasysh. Për shembull, nëse nuk doni që prindërit të publikojnë fotot, keni të drejtë të kundërshtoni. Dhe ky vendim duhet të respektohet. Por edhe ju gjithashtu keni përgjegjësi? Kujtohuni që e gjithë bota mund të shikojë informacionin dhe fotot që ju shpërndani. Për shembull, a do t'i varnit në muret e lagjes të njëjtat foto? Ose do të shpërndanit informacion rreth shokëve tuaj tek të panjohurit? Ndoshta jo. Kur je para kompjuterit, fotoja qesharake me miqt mund të duket e padëmshme për të shpërndarë në rrjet. Por, nëse ju mendoni se ajo foto është qesharake, nuk do të thotë detyrimisht se miku juaj është dakord. Nëse doni të publikoni diçka për miqtë tuaj në internet, duhet të kërkoni fillimisht leje. Ashtu si dhe të tjerët duhet të bëjnë të njëjtin veprim ndaj jush. Thjesht miratoni, nëse mendoni se çdo gjë është në rregull. Ju jeni ai që merr vendimet për privatësinë tuaj. Kjo është e drejta juaj, sepse është jeta juaj private. Ndoshta ju nuk e dini që ekzistojnë ligje dhe rregullore për këtë. Të njëjtat rregulla zbatohen kudo. Kur përdorni një telefon, një kompjuter apo nëse jeni në një klas, duhet të keni kontroll mbi informacionin dhe fotot tuaja. Kur vini në jetë, janë prindërit tuaj të cilët vendosin, por kur rriteni, mendimet tuaja duhet të merren parasysh. Nuk është gjithmonë e thjeshtë të dish se çfarë të mendosh. Për shembull, imagjinoni një bisedë me psikologen e shkollës. Ju i thoni diçka në mirëbesim. A do të ishit dakord nëse ajo do të ndajë sekretin tuaj me dikë tjetër në shkollë, vetëm se ajo mendon që është e rëndësishme që të bëhet publik? Po prindërit tuaj, kur ishit të vegjël, ata ju kishin vendosur një radiotransmetues në dhomën tuaj. E më pas, kur u rritet kamera për t'ju monitoruar. Po nëse dikush kontrollon telefonin tuaj, pra, problemi është se çfarë ju e konsideroni të rregullt, nuk do të thotë se edhe të tjerët mendojnë në të njëjtën mënyrë. Ku mendoni se duhet të vendosni kufirin? Mbroni privatësinë tuaj. Ju vendosni.